Zakonisht kur hidhet një firmë mbi një testament të fundit, pritet të jetë një dokument shumë i ftohtë. Po, burokratik. Sakt, burokratik dhe i llogaritur. Një letër ku thjesht dahen asetet, një term juridik që i lë shtëpinë dikujt, makinën dikujt tjetër. Është tërësisht një procedurë transaksionale. Pikërisht, por analiza e thellë që po nisim sot zhytet në një lloj krejt tjetër testamenti. Ne po hapim një tekst shumë të lashtë, librin e dytë të Pjetrit. Që është gjithçka tjetër përveç se një dokument notarial. E vërtet, nuk ka asgjë të përbashkë me to. Përkundrazi, të them të drejtën, ngjan eksaktësisht me një mesazh zanor urgjent, nga ta mesazhet pak të dëshpëruar të lënë në minutën e fundit nga një mentor i moshuar. Një mentor që e di shumë mirë se vdekja e tij është aty te dera. Po, dhe misioni i kësaj analize është shumë i drejtë për drejtë. Duam të marrim këtë, të themi, udhëzues mbijetese, i cili është plot me tema teologjike shumë të ngjeshura, edhe ta zbërthejmë. Ta bëjmë thjesht. Ta bëjmë qartë. Veçanërisht për çdo që po hedh hapat e parë në këtë botkuptimin e besimit të krishterë, për ata që kanë nevojë për themele të forta. Dhe shiko, kjo është një qasje thellësisht e nevojshme. Kur një njeri e di me siguri absolute se koha po i skadon, filtri i tij për atë që ka vërtet rëndësi bëhet i pamëshirshëm. Nuk ka më kohë për fjalë boshe. Asnjë sekondë. Ai refuzon të flasë për motin apo për çështje kalimtare. Çdo rresht që ai lë pas është i mbushur vetëm me thelbin absolut. Kuptoj. Dhe për ta kuptuar peshën reale të këtij teksti biblik, domethënë, duhet vizualizuar patjetër konteksti historik. Ky nuk është një traktat filozofik i shkruar gjatë një pasditeje të qetë në një bibliotekë të rehatshme. Jo, atmosfera është shumë më e zymt. Shumë më e errët. Jemi duke parë ngjarje që ndodhin aty rreth viteve 64 deri në 68 pas Krishtit. Apostulli Pjetër ndodhet në Rom, në një epokë ku komuniteti i hershëm po përballej me persekutime jashtëzakonisht të dhunshme. Po flasim për rrezik për jetën. Eksaktësisht. Dhe ai hedh në letër një frazë shumë domethënëse. Ai thotë: "E di se së shpejti do ta lë këtë tënd." Wow, tënd. Kjo është një fjalë e goditur. Që thjesht po paloset për t'u larguar. Ai e di që martirizimi i tij është çështje ditësh. Dhe kur e lexon me këtë mendësi, vërtet ndihet se ky është alarmi i fundit i një rojeje, pak para se të mbyll turnin për gjithmonë. Por ka një urgjencë. Ka urgjencë, po. Por para se të zhytemi tek këshillat e tij, dua të shtroj një pikpamje skeptike këtu, sepse si dikush që po e lexon për herë të parë, duke parë historikun e Pjetrit, është pak e vështirë ta pranosh atë pa rezerva. Të kuptoj ku do të dalësh. Do me thënë, nuk mund ta shohim si një autoritet absolut mbi të vërtetën e palëkundur. Kur e dim çfarë ndodhi natën që arrestuan Jezusin, Pjetri u friksua keq. Po, ai u kthye. Për të shpëtuar jetën e vet, ai e mohoi atë 3 herë rresht. Ai dështoi në mënyrë spektakulare pikërisht kur presioni ishte maksimal. Pse do të dëgjonte dikush këshilla mbi besnikërinë nga një njeri që historikisht u mposht nga frika? Ky mosbesim është plotësisht i natyrshëm. Dhe të them të drejtën është thelbësor për t'u shqyrtuar. Por paradoksi i bukur këtu është se pikërisht ky dështim masiv i së kaluarës I jep kredibilitet. I jep kredibilitetin e plot. Pjetri nuk ulet aty lart në një piedestal për të ofruar një fjalim motivues se si njeriu mund të arrijë përsosmërinë përmes vullnetit. Ai nuk po flet si një superhero që nuk bën kurrë gabime. Po, nuk po shet ndonjë imazh të rem. Fare. Ai po udhëzon si një njeri që dështoi rënd, u bë pluhur emocionalisht dhe pastaj u rindërtua plotësisht nga hiri dhe nga falja. Ky transformim brutal, real, është diploma e tij më e vlefshme. Është një perspektivë shumë interesante. Plus që teksti tregon qartë se ai nuk po bazohet në teori të bukura. Pjetri shkruan në mënyrë shumë të prerë se besimi i tyre nuk bazohet në mite të sajuara apo trillime intelektuale. Po e lidh me realitetin. Pikërisht. Ai referohet asaj që historikisht njihet si ngjarja e shpërfytyrimit të Jezusit, duke thënë hapur, ne ishim dëshmitar okular. Prit pak, për ta sqaruar këtë detaj, meqense misioni ynë është ta bëjmë këtë analizë të qartë, edhe për ata që ndoshta nuk e njohin mirë fjalorin e Biblës. Çfarë është saktësisht ky shpërfytyrim që ai e përmend si provë? Po, për ta thënë shumë thjesht, Pjetri po i referohet një momenti shumë specifik ku ai, bashkë me 2 të tjerë, ishin lart në një mal me Jezusin.
Dhe aty, sipas dëshmisë së tyre, pamja fizike e Jezusit ndryshoi tërësisht. Ndryshoi si? U bë jashtëzakonisht e ndritshme e rrethuar nga një lavdi thellësisht hynore. Pra Pjetri po i thot lexuesve, dëgjoni, unë nuk po ju kërkoj të besoni një histori që e lexova diku në një pergament vjetër. Ai po thot unë isha aty. Sakt, ai thot e pasha të dritë verbuese me sytë e mi fizik, dëgjova zërin, unë isha fizikisht aty. Ai ofron prova nga dëshmia e tij e drejt për drejt empirike. Për të, besimi është një reagim ndaj një realiteti historik. Kuptoj. Dhe ky realitet që ai përjetoi vet, i kombinuar pastaj me atë urgjencën e fundit të jetës që folëm, besoj bën atë jashtëzakonisht pragmatik apo jo? Shumë pragmatik. Sepse nëse besimi është i vërtet dhe jashtë po afrohet një stuhi aq e madhe përsekutimi, atëherë ai besim nuk mund të mbetet thjesht diçka abstrakte në mendje. Duhet të materializohet në veprime. Duhet të materializohet dhe kështu mbërim tek thelbi i atij veprimi praktik që ai thekson me aq forcë, domosdoshmëria ekstreme për të rritur dhe maturuar shpirtërisht. Teksti i përshkruan këtë gjën që njihet si zinxhiri i virtyteve, Që është një sekuencë briljante. Po, është një sekuencë shumë e veçantë hapash. Fillimisht nis me besimin, pastaj shtohet virtyti, pas virtytit vjen njohuria, pastaj vetkontrolli, durimi, perëndishmëria, dashuria vllazërore dhe në kulm qëndron dashuria. Analiza e kësaj renditje tregon qartë se kjo nuk është thjesht një listë dëshirash me fjalë të bukura të hedhura aty rastësisht. Nuk është e rastishme. As pak. Ekziston një mekanizëm, një inxhinjeri e brendshme thellësisht logjike se si duhet të rritet karakteri i njeriut. Krishterimi nuk trajtohet nga Pjetri si një shtim masiv i informacionit teologjik në tru, Por si një transformim. si një proces kimik transformimi. Sakt. Fillohet me besimin, i cili shërben thjesht si piknisja, si shkëndia. Ai aktivizon të gjithë këtë proces. Ndërsa po mendoja gjatë përgatitjes për këtë sekuencë, të them të drejtën, nuk mund të mos e shihja si ndërtimin fizik të një shtëpie hap pas hapi. Po, është analogji shumë e mirë. Për dikë që sapo hyn në këtë rrugtim, pranimi i besimit është ashtu si hedhja e atij themelit prej betoni. Asnjë shtëpi nuk mund të qëndrojë pa të. Megjithatë, sado jetik të jetë ai themel, asnjë njeri nuk mund të jetojë komod vetëm mbi një pllak betoni. Sidomos në shiun e ftohtë. Pikërisht. Duhet të fillojnë të ngrihen muret. Këto mure mbajtëse në këtë rast janë virtyti, domethënë karakteri i mirë, forca etike. Pasi ngrihen muret, shtëpisi duhet infrastruktura e brendshme, dritat, tubacionet, të cilat e këtu janë njohuria. Që e bëjnë funksionale. Po, ato e bëjnë shtëpinë funksionale, pastaj vjen ai kalimi magjepsës të vetkontrollit. E shoh vetkontrollin si izolimin e atyre mureve. Ai pengon ftohtësinë e ashpër të botës së jashtme të futet brenda. Dhe mban ngrohtësinë brenda. Sakt, nuk lejon që ngrohtësia e brendshme të shpërndahet jashtë. Është një metaforë briljante për ta kuptuar, sidomos po të vëresh lidhjen mes dy etapave që theksove, virtytit dhe njohurisë. Sepse shpesh njerëzit mendojnë se duhet të dinë çdo gjë, çdo detaj filozofik, përpara se të fillojnë të veprojnë mirë. Kërkojnë informacionin para aksionit. Po, por Pjetri thot eksaktësisht të kundërtën. Ai thot vendos theksin te ndërtimi i virtytit të tënd etik fillimisht dhe pastaj shto njohurinë. E di pse? Pse? Sepse dija e lartë intelektuale, pa u filtruar më parë nga muret e forta të një karakteri moral, kthehet në diçka shkatruese. Një njeri tepër i zgjuar, por pa asnjë virtyt, bëhet i rrezikshëm. kthehet thjesht në një manipulator më të aftë. Ai përdor teologjinë për arrogancë, jo për çrbyer. Por ndërtimi nuk mbaron me izolimin e shtëpisë. Kalimet e mëtejshme janë edhe më të thella. Pse vetkontrolli duhet të çojë domosdoshmërisht te durimi dhe durimi te perëndishmëria? Kjo është eksaktësisht ajo që doja të zbërtheja. Si ndodh saksisht ky kalim brenda mendjes së dikujt? Pse durimi na shërben si urë lidhse për të arritur te perëndishmëria? Sepse vetkontrolli është forca për t'i thënë jo një tundimi ose të themi një inati në këtë sekond. Është një akt i izoluar. Një moment i vetëm. Po, ndërsa durimi është ushtrimi i atij vetkontrolli në mënyrë të përsëritur, ditë pas dite, muaj pas muaj, në një presion të vazhdueshëm. Kur ky muskull i rezistencës tërvitet mjaftueshëm, karakteri i personit fillon të transformohet radikalisht. Bëhet natyrë dytë. Sakt, nuk është më çështje sforcimi për të ndjekur ca rregulla.
fillojnë të zhvillojnë reflekset e reja dhe ai këndi i shikimit mbi botën bëhet i ngjashëm me këndin e vetkrijuesit. Njeriu fillon të reagoj ashtu siç do të bënte Zoti. Dhe kjo është thelbi i perëndishmërisë. Dhe në fund, e gjithë kjo mbulohet nga dashuria. Nga çatia absolute e dashurisë hyjnore, që mban gjithë strukturën bashk. Kuptoj. Dhe me sa duket, arsyeja pse ndërtimi i kësaj shtëpie të brendshme, të pathyeshme, është kaq emergjent vjen pikërisht nga paralajmërimi tjetër i ashpër në letër. Rreziku nga brenda. Pikërisht, sepse nëse kjo shtëpi shpirtërore nuk është ngritur sakt, kërcënimi kryesor nuk do të vijë nga stuhia jashtë apo nga persekutimi romak. Rreziku i vërtet është se dikush do të përpiqet të dëmtojë dhe të kalbë strukturën nga brenda dhe me paramendim. Eksaktësisht. Analiza thekson se ky është thelbi i emergjencës së Pjetrit. Ai përdor frazën do të ketë ndër ju mësues të rrem. Fjala ky që aty është ndër ju. Brenda mureve. Brenda mureve të shtëpisë. Dhe letra ndërton një anatomi tepër të detajuar të këtyre figurave. Nuk është se ata identifikohen lehtë se nuk mbajnë ndonjë tabel në ball ku shkruhet unë jam mashtrues. Fatkeqësisht jo. Anatomia e tyre funksionon shumë ndryshe. Ata deformojnë gradualisht të vërtetat, duke përdorur manipulime retorike. Ata instrumentalizojnë besimin për përfitime personale, fuqi financiare dhe ndërtojnë një lloj feje të mbështetur në shfrytëzimin emocional. Dhe ofrojnë një model që fsheh imoralitetin. E vërtet, çka është më e rrezikshmja? U ofrojnë ndjekësve një model jete ku thellthell tolerohet një imoralitet i madh. Dhe nëse marrim një hap pas dhe shqyrtojmë këtë përmes lenteve të kulturës sonë moderne, të them të drejtën duket sikur ky paralajmërim diagnostikon në mënyrë perfekte fenomenet e sotme. Është shumë aktuale. Jashtëzakonisht, ne jetojmë në një kohë ku plot lëvizje spirituale përdorin fjalorin fetar vetëm për të premtuar pasuri materiale, atë që njihet si ungjilli i prosperitetit. Ose atë relativizmin ekstrem. Po, kuar vërteta trajtohet si mënyrë restoranti, zgjidh atë të vërtet që të bën të ndihesh mirë. Ka predikues që krijojnë këtë atmosferën me energji pozitive që ngjan më shumë si terapi për ngritjen e vetvlerësimit. Duke eliminuar komplet pendimin. Plotësisht, eliminojnë konceptin e pendimit apo të mbajtjes së një standardi moral. Dhe kjo qasje shet jashtëzakonisht shumë. Pse ndodh kjo? Pse natyra njerëzore tërhiqet kaq vërbërisht pas këtij manipulimi, kur kemi pafund informacion për të verifikuar faktet? Psikologjia pas kësaj është në fakt shumë e thjeshtë. Këta individi njohin mirë turmën. Ata gjejnë atë çfarë njerëzit duan më shumë në një moment të caktuar. Rehati, lehtësim të shpejtë dhe mbi të gjitha mungjes faji. Dhe ja shesin këtë gjë në petkun e një mbulimi hyjnor. Të kërkosh atë transformimin e thellë, atë zinxhirin e virtyteve që folëm. Ajo dhemb, kërkon disiplinë. Kërkon punë të vërtet. Ndërsa mësuesi rremt thjesht i thot ndjekësit, ti je i përsosur kështu siç je, dhe Zoti do t'jap gjithçka pa kërkuar asnjë sakrificë. Në epokën e sotme ku stresi është në maksimum, njerëzit kërkojnë zërin më karizmatik që premton shpëtimin më të lehtë. Është rruga e shkurtër. Po, por shiko, qëllimi i këtij diagnostikimi nga Pjetri nuk është të krijojë një bashkësi paranojakësh që dyshojnë të çdo kush. Qëllimi është të ndërtohet një filtr i brendshëm, ai që njihet si discernimi shpirtëror, aftësia e mprehur për të nuatur thelbin. Kjo më kujton atë parimin klasik për ekspertët e bankave, ata që trajnohen për të zbuluar paratë e falsifikuara. Po, metoda e tyre është shumë interesante. Metoda e tyre nuk është të studiojnë mira llojet e falsifikimeve në botë, sepse numri është i pafund. Në vend të kësaj, ata detyrohen të studiojnë, të prekin, të hulumtojnë aq intensivisht paranë e vërtet, saqë strukturat e saj u mbeten në mendje si instinkt. U bëhet natyrë. Po, dhe në momentin që në dorë u bie një kartmonedhe mashtruese, ata nuk kanë nevojë për dritë ultraviollës për ta kuptuar. Vërtetësia mungon në teksturën e letrës. Thjesht e ndjen që ka diçka thellësisht gabim. Kjo analogji zbulon saktësisht se si funksionon discernimi. Për ata që e lexojnë këtë tekst, paraja dhe tet janë shkrimet dhe vetë karakteri i Krishtit. Kur ekspozohesh mjaftueshëm me atë të vërtetën bazë, gënjeshtra demaskon vetveten. Sepse bie në kontrast të thellë. Pikrisht.
Testi kritik sot për çdo influencues shpirtëror është a bazohet ky thellësisht në tekstet origjinale dhe mbi të gjitha a prodhon tek ndjekësit ngritjen e virtyteve morale apo po pompon thjesht egon e tij dhe rehatin e dëgjuesve. Dhe këtu kalojmë tek ai thelbi ku këto rryma mashtruese përplasen me rënd, që a mbetet edhe një nga ngërçet më të mëdha logjike për çdo që eksploron besimin e krishterë. Po flas për premtimin e së ardhmes. Ky është një nga sulmet e tyre të preferuara. Po, skeptikët fillojnë të sulmojnë pikërisht këtu. Argumenti i tyre është shumë cinik, por të them të drejtën mjaft bindës për shumë njerëz. Ata thonë, ku është i gjithë ky premtim për kthimin e Krishtit? Edhe rinovimin e botës. Sakt. Ne shohim rrotull dhe gjithçka është njësoj si mira vite më parë. Kemi luftra, kemi sëmundje, padrejtësi. Edhe sot, kjo është një pengesë e madhe. Nëse dikush vëzhgon dhimbjen në botë, instinktivisht pyet, nëse ka një Zot të mirë, pse hesht? Pse po rri duart kryq? Pse nuk ndërhyn? Në perceptimin njerëzor, durimi i vazhdueshëm thellë përkthehet si pafuqi ose neglizhencë. Është ndoshta përplasja me thellë filozofike e letrës, konflikti midis atij kalendarit kufizuar njerëzor dhe realitetit pafundëm hyjnor. Ne jetojmë me ditë, me javë. Ne duam drejtësi dhe përgjigje brenda ditës, nëse është e mundur. Jemi të padurueshëm. Po. Por teksti adreson këtë duke përmbyshur komplet logjikën e asaj që ne e quajmë vonesë. Sipas kësaj analize, arsyeja e vetme pse historia vazhdon me dhimbje nuk është sepse krijuesi e ka harruar planin. As sepse po kënaqet me zvarritjen? Fare. Zgjidhja që jepet është befasuese. Domethënë, vonesa është e barabartë me mëshirën. Për të kuptuar mekanizmin, ai po mban të hapura të dritaren e kohës me qëllim që sa më shumë njerëz të kenë mundësinë të ndryshojnë drejtim, të pendohen. Mëshirë, pra ajo që duket si heshtje therse i qiellit është në fakt zgjatje e dashurisë? Për të pritur të humburit, pikërisht. Është mbajtja e derës hapur. Ky shpjegimi i mekanizmit vërtet e ndryshon plotësisht mënyrën se si duhet të jetohet e tashmja. Sepse nëse historia nuk është thjesht një seri ngjarjesh të rastësishme që përsëriten në një rreth absurd, po një marshim drejt një destinacioni. Atëherë, mënyra se si kalohet çdo ditë merr një peshë të re. Dhe ky është konkluzioni pragmatik i tekstit. Duke ditur këtë, çfarë lloj njerëzish pritet të jemi? Pritet që të jemi njerëz me një thellësi etike absolute, me një paqe të patundur. Ky realitet duhet eliminoj atë ankthin apokaliptik që shohim shpesh. Nuk ka pse të jetojmë në terror. Jo, nuk bet fjalë për të pritur fundin e botës i tmerruar. Bet fjalë për të jetuar me një urgjencë shpirtërore sot, çdo akt mirësie, çdo përpjekje, merr vlerë të përjetshme, sepse lidhet me atë destinacion. Këtu dua të bëj një ndërlidhje. Si ta sjellim gjithë këtë teologji kaq të gjerë në një nivel aplikimi modern? Si e përkthejmë këtë në një të martë të zakonshme në mëngjes? Kjo është pyetja e vërtetë. Për shembull, kur je duke kontrolluar emailet e punës, kur po lufton me trafikun, kur po pi një kafe të shpejt para një mbledhje stresuese, çfarë forme praktike merr ky zinxhir i virtyteve në një agjendë të ngarkuar? Forma praktike kërkon zhvillimin e zakoneve shumë konkrete, fillimisht përmes leximit dhe thellimit të rregullt në shkrimet e vjetra, jo për të mbledhur informacione fetare si në shkollë. Por për t'u kalibruar. Sakt, për t'u kalibruar. Të jetosh me këtë shpresë nuk do të thotë të mbyllesh në një dhomë të errët e të braktisësh shoqërinë. Përkundrazi, ky bot kuptim të fton të futesh edhe më thellë në jetën reale. Të jesh një inxhinier më i ndershëm, një mjek më i dhemshur, me një standard të lartë pastërtie kudo. Edhe të them të drejtër, kjo qasje kërkon një burim energjie krejt tjetër, sepse në epokën tonë hiperdigjitale, njerëzit janë mësuar të kërkojnë vetëm goditje të shpejta emocionale. Po gjërat e shpejta. Shohim një video motivuese 15 sekondëshe me pak muzikë epike në sfond dhe themi, wow, sot jam frymëzuar pafund. Por si funksionon ky lloj ushqimi në praktik? Për mua, është fiksi të pish një Red Bull. Një analogji e shkëlqyer. Të jep një ngritje masive pulsi, pak energji artificiale për një orë, por nuk mund të ndërtosh fibra të forta muskulore me pije energjike. Kur vjen një sfidë vërtet, një krizë financiare apo një humbje, ai iluzioni i videos 15 sekondëshe avullon me njëherë.
Ky shpjegim tregon qartë thelbin atij problemit modern të spiritualitetit të cekët. Ndërtimi i zinxhirit të virtyteve nuk është si ai Red Bulli me sheqer. Studimi i thellë funksionon fiks si konsumimi i proteinës. Kërkon kohë për t'u tretur. Po. Marrja proteinës nuk të ofron atë euforinë e menjëhershme. Kërkon kohë, kërkon energji për t'u përthithur ngadalë. Por dita ditës, në heshtje, por i ndërton fibrat e muskulit shpirtëror. Dhe të bën të fortë. Shumë të fortë. Kur një stuhi jetësore ta godas atë shpinën tënde, nuk do të jetë entuziazmi kalimtar që do të mbajë në këmbë. Do të jetë ai karakteri i strukturuar. Pra, rritje reale tull pas tulle, jo ngritja e një tende letre që shembet nga flladi i parë. Besoj se pas gjithë kësaj që diskutuam në këtë analizë kaq të thellë, kemi një panoramë të qartë për mbledhëse të këtij testamenti. Mendoj se kemi theksuar pikat kryesore, po. Si mund t'i sinkronizojmë këto? Cilat janë pikat kyçe të kësaj inxhinierie besimi? Për ta përmbledhur, e para është se besimi është i padobishëm nëse qëndron statik. Duhet rritet praktikisht në një karakter rezistent. E dyta, mbrojtja e të vërtetës kërkon patjetër zhvillimin e discernimit për të mos u manipuluar. E treta ishte vonesa e Zotit. Sakt. Ajo që ne e quajmë vonesë është në fakt manifestim konkret i mëshirës së Tij, një kohë e lënë për pendim. E katërta siguron se rrugtimi ynë ka një synim absolutisht të sigurt. Dhe e fundit lidhet me mënyrën se si jetojmë sot. Pikërisht, jeta reale duhet jetohet me shenjë të ri e shpresë të plot, jo me frikë. Gjithçka përmblidhet bukur në rreshtat e fundit ku thot rrituni në hirin dhe në njohjen e vërtet. Rritja është thelbi. Dhe për të mbyllur këtë diskutim sot, ka një mendim krejtësisht të ri, paksa provokues që mendoj se ja vlen të bluhet nga ata që po na dëgjojnë. Ne e hapëm këtë bisedë duke folur për atë vdekshmërinë e afërt të Pjetrit. Atë filtrin e pamëshirshëm. Po, ai e dinte që koha i kishte mbaruar dhe kjo i dha një qartësi të kristalte. Pyetja goditëse është kjo. Nëse ne sot do të përvetësonim vërtet të njëjtën qartësi mbi përkohshmërinë e gjërave, si do të ndryshonte kalendari ynë nesër në mëngjes? Një pyetje fortë. Si do ta shpërndanim kohën pas ekraneve, nëse dita do të trajtohej me vetdijen absolute se koha nuk është një stok i pafundëm, por një burim i pakthyeshëm dhe i shenjtë. Ky lloj filtri ka forcën të zhbëjë çdo prioritet të gënjeshtër të jetës sonë, dhe ftesa përfundimtare për të gjithë është kërkimi i thellë brenda shkrimeve për ta gjetur atë të vërtetë. Jam plotësisht dakord. Është një thjerrëzë radikale nëpërmjet së cilës mund të analizohet çdo vendim, një thellësi që vërtet jep peshë dhe kuptim të gjithë rrugtimit tonë.